Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29, Sura El-Haqqa, ajetet nga 38 deri te ajeti 43. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Betohem për gjithçka që ju shihni dhe për gjithçka që nuk e shihni, se ky Kuran është vërtet fjalë kumtuar prej një dërguarit të nderuar, Muhamedit, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e nuk është fjalë poeti, sa pak që besoni. Nuk është as fjalë ndonjë falltari, sa pak që po reflektoni. Ai është shpallje zbritur nga Zoti i botëve. Sikur ai Muhamedi, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij në mënyrë të rreme, të na kishte veshur ndonjë fjalë. Komentimi. Ky Kuran është fjala e Zotit. Pas diskutimeve në ajetet e mëparshme për ringjalljen dhe fatin e besimtarëve dhe të jo besimtarëve, në këto ajete diskutohet për Kuranin e shenjtë dhe profecinë në mënyrë që diskutimi i profecisë dhe i ringjalljes të plotësohet. Në ajetet 38-39 Allahu betohen për gjithçka që ju shihni dhe për gjithçka që nuk e shihni. Në gramatikën e gjuhës arabe, kur shkronja la vjen në të tilla raste, është e shtuar dhe vjen për të theksuar diçka. Disa janë të mendimit se shkronja la ka dhe kuptimin e mohimit, që do thotë unë nuk betohem në këto gjëra sepse së pari nuk është e nevojshme për këto betime, së dyti betimi duhet të bëhet në emër të Zotit. Kjo thënie është e dobët. Kuptimi i saktë është kuptimi i parë, sepse në Kuran shikojmë shumë betime që bëhen në emër të Zotit. Fjala ma tubsirun dhe wa ma la tubsirun ka kuptim të gjerë, që përfshin gjithçka që shohin dhe nuk shohin qeniet njerëzore. Me fjalë të tjera, përfshin tërë universin e intuitës dhe të së fshehtës. Janë dhënë mundësi të tjera për komentimin e këtyre dy ajeteve, si për shembull ma tubsirun është bota e krijimit dhe wa ma la tubsirun është krijuesi. Mirësitë dhe begatitë e jashtme dhe të brendshme, njerëzit dhe engjëjt, trupat dhe shpirtrat, këtë botë dhe botën e përtejme. Por, sikurse edhe kemi cituar, gjerësia e kuptimit të këtyre dy interpretimeve parandalon që kuptimi të kufizohet. Për këtë shkak, gjithçka që është dhe çfarë nuk është në horizont përfshihet në këtë betim. Por përfshirja e tij me Zotin duket e pamundur, sepse vendosja e krijuesit pranë krijesës nuk është e përshtatshme, sidomos tek interpretimi me fjalën ma, e cila zakonisht përdoret për jo frymorët. Gjithashtu nga ky interpretim kuptohet më së miri se ajo çka njeriu nuk e sheh me sy është e madhe. Edhe dia edhe shkenca e sotme e vërteton këtë të vërtetë. Ndjesitë përfshin një rreth të kufizuar të qenieve, edhe atë që nuk është në horizontin e shqisave, qoftë ngjyrat, tingujt, shijet, vlerat e të tjerë, në grada është më e madhe. Numri i përgjithshëm i yjeve që mund të shihet me sy të lirë në të dy hemisferat e tokës, sipas llogaritjes së shkencëtarëve, arrin përafërsisht në 5000 yje, ndërkohë që yjet që nuk shihen me sy të lirë i tejkalojnë miliardat. Valët e tingullit që veshi njeriu është në gjendje të i perceptojë janë të kufizuara, ndërsa ka mijëra valë të tjera që veshi njeriu nuk është në gjendje të i dëgjojë. Ngjyrat që ne mund të shohim janë 7 ngjyra të njohura, por sot është bërë e njohur se ekzistojnë ngjyra të panumërta ultraviolet dhe infra të kuqe, por që sytë tanë nuk kanë aftësi t'i shohin. Janë shumë gjallësa të vogla që nuk mund t'i shikoj me sy të lirë. Ato janë aq shumë sa që e kanë mbushur gjithë botën. Ndonjëherë në një pikë uji ka më mira nga ato, kështu që sa e dhimbshme është që ne ta burgosim veten tonë në burgun e ndjenjave dhe të qëndrojmë të painformuar për ndjenjat ose t'i mohojmë ato. Bota e shpirtrave është një botë që me argumente racionale dhe me përvojë është vërtetuar se është një botë më e gjerë se ajo e trurit ton. Kështu që si mund të qëndrojmë të bllokuar brenda shqisave? Në ajetin tjetër përmendet përfundimi dhe rezultati i këtij betimi të madh. Ky Kuran është vërtet fjalë kumtuar për një dërguari të nderuar, Muhamedit, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Padyshim që përmendja e fjalës Rasul në ajet i adresohet profetit ton, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe jo Xhebrailit, pasi ajetet që vinë më poshtë dëshmojnë qartë për këtë kuptim, edhe ku thuhet se kjo është fjala e profetit të shenjtë, ne e dimë se Kurani është fjala e Zotit dhe profeti Muhamed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është i dërguari i tij. E gjithë kjo shprehje është bazuar në faktin e misionit të tij. Gjithashtu ne e dimë atë çka i dërguari sjell, fjala e Zotit përcillet nëpërmjet gjuhës së ndriçuar të dërguarit.
Më pas shton nuk është fjalë poeti sa pak që besoni. Në ajetin në vazhdim thot nuk është as fjalë ndonjë falltari sa pak që po reflektoni. Në të vërtetë këto dy ajete mohojnë mendimet dhe thënjet e pahishme që jo besimtarët dhe kundërshtarët ja vishnin të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ata ndonjëherë thoshin se ai është poet dhe se këto ajete janë poezitë e tij. Gjithashtu thoshin edhe se ai është fallxhor dhe këto që thot janë nga fallet e tij, sepse falltarët kishin lidhje me xhindët dhe shejtanët, në këtë mënyrë ata arrinin që të shfaqnin disa të fshehta. Edhe Kurani tregon për të fshehtat dhe zbulon lajme të fshehta dhe ka një rregull të veçantë, këtë shpifje ata ja vishnin të dërguarit, ndërkohë që midis asaj që ata thoshin dhe profetit ka ndryshim si toka me qiellin. Disa komentues kanë transmetuar shkakun e zbritjes së këtyre dy ajeteve, ai që janë veshi këto gjëra profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pra poet dhe falltar ishte ose Ebu Xehli ose Akabe ose Utbe. Të tjerët, të frymzuar nga këta, vazhduan t'i përsërisnin fjalët që ata thanë. Është e vërtetë që fjalët e Kuranit janë në përputhje me njëra tjetrën dhe kjo përputhje është e mrekullueshme, të përkëdhel veshin dhe shpirtit i jep qetësi. Por kjo gjë nuk ka lidhje as me poezinë as me fallin. Zakonisht poezia është produkti i një imagjinate dhe ëndërimi. Ajo shpreh ndjenjat e brendshme dhe emocionet e një personi, për këtë arsye ajo ka shumë ulje dhe ngritje, ndërkohë që Kurani është i bukur dhe tërheqës. Ai ka një përmbajtje plotësisht racionale, edhe pse her pas here bën parashikime për të ardhmen. Këto parashikime nuk përfaqësojnë ndjenjat e Kuranit, po ashtu në kundërshtim me lajmet e fallxhorëve, të gjithë ato që Kurani thot janë të vërteta, kanë ngjarë. Fjalia qalilan ma tu'minun dhe qalilan ma tadhakkarun janë kritika dhe qortime për ata që këtë shpallje qiellore e shikojnë me të gjitha shenjat e qarta, por ndonjëherë ata e quajnë poezi dhe ndonjëherë fall dhe ata besojnë shumë më pak. Në fund të diskutimit të këtyre ajeteve, duke theksuar faktin, thot, ai është shpallje zbritur nga Zoti i botëve. Andaj Kurani nuk është as poezi dhe as fall dhe as i ndërtuar nga mendja e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe as nuk është fjalë e Xhibrailit, por është fjalë e Zotit, që nëpërmjet shpalljes i është zbritur të dërguarit, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në zemrën e tij të pastër. Ky interpretim ka ardhur në 11 vende të ndryshme të Kuranit të shenjtë.